Tensionet në lindjen e mesme janë shtuar edhe më tej pas raportimeve se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kryer sulme sekrete ndaj objektivave strategjike iraniane të naftës gjatë muajit prill. Sipas burimeve të cituara nga Wall Street Journal, një nga sulmet ka shënjestruar rafinerinë e rëndësishme të naftës në ishullin Lava në gjirin Persik, duke shkaktuar një zjarr të madh dhe dëme serioze në kapacitetet e prodhimit. Raportohet se dëmet në rafineri mund të ndikojnë për muaj të tërë në prodhimin e naftës, ndërsa incidenti ndodhi pikërisht në periudhën ku presidenti amerikan Donald Trump shpalli një pushime shëbazi i Iranit. Në atë kohë, autoritetet iraniane deklaruan se objekti është goditur nga zjarri armik, pa përmendur drejt për drejt përgjegjësit për sulmin. Pas incidentit, Republika Islamike nisi kundër përgjigje ndaj objektivave në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajt, ndërsa tensionet ushtarake në rajon përshkallëzuan më tej. Deri më tani, Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë pranuar publikisht përfshirjen në sulmet e raportuara. Sipas analizëve, Emiratet janë konsideruar prej kohësh një objektiv i mundshëm për Iranin për shkak të marrëdhënieve të ngushta me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Gjatë muajve mars dhe prill, sistemet e mbrojtjes ajrore të Emirateve kanë interceptuar disa raketa balistike, raketa kruiz dhe drone të lëshuara drejt territorit të tyre. Zbulimet e fundit pritet të shtojnë presionin mbi marrëveshjen e armëpushimit për të cilën Trump paralajmëroi së fundmi se ndodhet në fund të jetës, duke shtuar pasigurinë për stabilitetin e rajonit.